Kjo grua vendosi gjethe lakre çdo ditë në këmbë për një muaj. Mjekët u habitën nga ajo që i ndodhi. Lakra është ndër perimet më të shkëlqyera dhe më ushqyese që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimet tuaja ushqimore gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, kriprave minerale, përbërësve me veti antibakterial dhe antiinflamator që e bëjnë atë një prej ilaçeve më të dobishme që mund të ofrojë vetë natyra. Për shekuj me radhë kur teknologjia dhe zhvillimi farmaceutik nuk ishin në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur kryesisht edhe kundër një sër komplikacionesh të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë, duke siguruar një mbrojtje më të mirë dhe rezultate mbreslëndse për organizmin. Në këtë video do të rëndisim përfitimet e gjetheve të lakrës dhe disa mënyra natyrale se si mund ta përdorni atë në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Ajo mund të përdoret si një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të artritit dhe të reumatizmës. Sipas Earth Clinic, një ndër alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjet e artritit dhe reumatizmës është duke mbështjellë kyçet e duarve ose të këmbëve gjunjëve me gjethe lakre. Mbështjellini më pas këto zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lini të veprojnë gjatë gjithë natës. Rezultatet që do të vijnë re do të jenë të menjëhershme në lehtësimin e komplikacioneve tuaja derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku. Gjethet e lakrës mund të përdoren gjithashtu si lehtësuese shumë të mira të kyçeve të këmbës dhe të kyçeve të dorës. Kujdo që i ka ndodhur që të ndrydhë kyçin, nuk mund të përshkruaj në ato momente dhimbjen që ndjen, edhe pse shpeshherë ju thuhet të vini kuba akulli në vende të ndrydhura, në të vërtetë mund të mbështitni ato me gjethet e lakrës dhe t'i lini të pushojnë. Më pas, do të ndërroni gjethen dhe do ta përsërisni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Gjethet e lakrës mund të përdoren edhe në lehtësimin e infeksioneve të ndryshme. Ju mund të lehtësoni infeksione të ndryshme të lëkurës me gjethe lakre. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet të lidhet me zonat e infektuara me gjethet e lakrës për shkak se lëkura ka nevojë të marrë frymë. Ndroni gjethet çdo 2 orë. Gjethet e lakrës mund të përdoren kundër inflamacioneve të gjirit. Nëse jeni një nënë e re dhe po ushqeni foshnjën tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here të keni inflamacione të gjinjve. Mjekët rekomandojnë të vendosni një fletë të lakrës në zonën e prekur. E lini të veprojë për 20 minuta dhe më pas e shplani gjoksin me ujë të ftohtë. Ju mund të përdorni gjithashtu gjethet e lakrës kur keni dhimbje menstruale, thonjë të hyrë në mish dhe fryrje të këmbëve ose të gishtave. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Lakra është një ndër perimet më të preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit Brassica, që gjithashtu përfshin brokolin, lule lakrën dhe spinaqin. Lakra ka disa ngjyra në të kuqe, vjollcë, të bardhë dhe jeshile, dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet mbreslëndse në mbrojtjen e organizmit. Vetëm sigurohuni të konsumoni si duhet në dietën tuaj dhe pa i tepruar, dhe kështu përfitimet e tyre do të jenë të menjëhershme edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vetë se shumë e shijshme, lakra gjithashtu është e mirë edhe për shëndetin tuaj, pasi ka përfitime të mira të organizmit, pasi përmban fibra, folat, mangan, kalium, kalcium, magnez, vitaminën B6, vitaminën K, gjithashtu edhe vitaminën C. Përveç kësaj, ajo ka mikronutrient si vitamina A, hekuri dhe riboflavin, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Së bashku me ushqyesit e tjerë të rëndësishëm, ajo përmban pak kalori dhe përmban antioksidant të fuqishëm. Përfshirë këtu polifenolet, kompletet e elementëve ushqyes dhe komponimet e sqyfurit. Si e dill, lakra është një nga perimet më fantastike dhe më të mira për shëndetin. Sipas Elcajt, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lakrave në dietën tuaj të rregullt. Lakrat janë një perime fantastike për njerëzit të cilët duan të humbasin kilogramët e tepërt trupor.
Një filxhan me lakra të coptëzuara do të ofrojë vetëm 22 kalori. Ajo përmban shumë ujë dhe ju mban të ngopur për më gjatë, duke evituar kështu edhe komplikacionet që mund t'i rëndojnë shëndetin tuaj në tërësi. Lakrat do të promovojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës, dhe sipas studimeve është cilësuar si një mburojë fantastike edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular, citoi studimi. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër një sër komplikacionesh të zemrës. Gjithashtu, ato përmbajnë edhe nivele të larta të polifenoleve, që ndihmojnë edhe në parandalimin e komplikacioneve të trombocideve dhe reduktojnë gjithashtu edhe presionin në enët tuaja të gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në uljen e riskut të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq në trupin tuaj. Lakra është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të trurit dhe jo vetëm. Duke qenë e pasur me jod, ajo ofron përmirësime të funksioneve tuaja të trurit, që e bën sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të jetë një mburojë e vërtet ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Gjithashtu, vitamina K që gjendet te lakra do të përmirësojë ndjeshëm edhe përmirësimin e funksioneve të sistemit nervor qendror dhe të menduarit. Vitamina K ndihmon në prodhimin e elementeve të cilët ndihmojnë trurin tuaj të jetë më i mbrojtur dhe nervat më të fuqishme edhe kundër dëmtimit të tyre. Gjithashtu lakra ka vitamina të grupit B, që luajnë një rol kyç edhe në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore dhe gjithashtu të kujtesës tuaj në tërësi. Lakra është një produkt fantastik për personat të cilët duan të përmirësojnë nivelet e tyre të sistemit tretës, duke cilësuar atë si një produkt ideal për shëndetin tuaj në tërësi. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, përfshiheni lakrën me patjetër në dietën tuaj. Fibrat që gjenden te lakra ndihmojnë në promovimin e lëvizjeve të rregullta të zorëve. Përmbajtjet e lakrave ndihmojnë në parandalimin e kapsllëkut, plus që lakra ka veti të mira antiinflamatore, të cilat ndihmojnë në zbutjen e llojeve të ndryshme të tretjes, përfshirë këtu edhe problemet e urthit. Lakra është një produkt fantastik edhe për personat të cilët duan të rregullojnë edhe luhatit e sheqerit në trupin e tyre. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë burime potenciale terapeutike për menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak, duke e kthyer kështu lakrën si një element ushqyes mjaft të rëndësishëm në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Lakra ka efekte të mira detoksifikuese. Lakra është e dobishme për procese natyrale të detoksifikimit të trupit. Fibrat lidhen edhe me toksinat e dëmshme, duke mos lejuar kështu të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë edhe në heqjen e toksinave si produkte të mbeturinave. Lakra është një produkt fantastik që mund të ofrojë një burim shumë të mirë të fibrave. Nëse keni nevojë për më shumë fibër në dietën tuaj të përgjithshme dhe të keni gjithashtu edhe një sistem tretës më të shëndetshëm, lakra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Prandaj sigurohuni të keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të rregullta, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do t'i ofrojnë organizmit dhe do të lehtësojnë edhe komplikacionet e tyre. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të ofrojë burime të mira të vitaminave K. Lakrat janë veçanërisht të pasura me vitaminat K, të cilat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të kockave dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Mjafton një filxhan me lakra vazhdimisht në dietën tuaj për të marrë elementet e vitaminës K, kaq të rëndësishëm këto për shëndetin tuaj të nyjeve. Lakrat do të ndihmojnë gjithashtu edhe me në një detoksifikim më të mirë të organizmit. Ndaj, nëse doni të detoksifikoheni dhe të lehtësoni sistemin tuaj tretës, përfshirja e lakrave në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv mbrojtës në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rëndesave të ndryshme që i shkaktojnë organizmit tuaj në tërësi.
Vëmendje ju bëj me dije se në këtë video informacionet kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit të shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.